O mojnam, po djeli mirë ju paskara. Ruk Haradinaj rrëfen se si u flet për ditë varreve të djemve të saj dëshmor. Ruk Haradinaj, nëna e kreu të AK-s Ramush Haradinaj, ka treguar mënyrën se si e përjeton çdo ditë mungesën e djemve të saj dëshmor. Ajo ka rrëfyer se si flet me varret e tyre, duke ndarë momente të dhimbshme me bijtë e saj që i humbi. Si të çohem këtu te kulla e qeli dritaren. U bie dielli, o mojnan, është ka rezon dielli, po dielli mirë ju paskara, t'lumt ju që e keni reze dielli tana herët, se janë shku për vend të vetë. Ruk Haradinaj humbi 2 djem gjatë luftës në Kosovë, Luanin dhe Shkëlzenin, dhe djalin tjetër e nverin pas luftës.